Çuna imi tjetër video 3. Unë sot do loz Dreaming Soccer 2025 çuna. Unë sot bleva 2 lojtar të rinj. Nuk e di se ku ka qenë hera fundi që unë kam ble 2 lojtar të rinj, por që ndryshoj, është sot domethënë hera fundi që unë bleva 2 lojtar të rinj. Just bad ore. Unë sot çuna kam për të bërë një challenge. Unë kam bler një sulmues dhe një portier dhe unë sot 82 do t'i testoj në video. Shikoni si do jetë challenge-i çuna. Challenge-i do jetë kështu. Unë si fillim do venos portierin dhe sulmuesin të dy në sulm dhe portieri do t'i japi vetëm një asist dhe sulmuesi do t'i japi hat-trick çuna. A menoni se kam për ta bën kët? Unë për vete se besoj, për që, se di, s'du t'i shesje, se sa i bleva, gjora lesht në atë vend, s'du t'i shesë, shumë dramatike kjo gjorë. Po qaj fara, va. Nuk jem regull ti, si jem regull. Nëse çuna, nëse jeni të shtypni butonin subscribe, sepse fala s'është, nuk është se kam ardha i dreq YouTube-i me ju vjelt lekët, vetëm se mbot subscribe mu, që nëse jeni të shtypni butonin subscribe. Gjithashtu çuna, bëni follow rrjeteve të mia sociale, të treja linqet i keni poshtë në description, mos ju mbisni. Pa u bërko, le të nisim me prezantimin e 2 lojtarëve që ju e keni mirë pritur shumë. Asjoni se ka mirë prit, po vajlesht. Ok, çuna, si që shikoni, ja ku jemi këtu të menuar dhe jena kundra Manchester City, si që shikoni, dhe unë tani do hap ekipin tim. Ok, çuna, tu janë 2 lojtarë tek ekipi im që unë tani i kam bë blur dhe ju do thoni tash me vete. Po mira fes, po ti tash do na tregosh neve, pse moti një bërë blur apo do me na acaru? Po presni pra, presni. Dhe 2 lojtarët legjendar janë Romelu Lukaku bashkë me Andre Onanën. Muqëconi, o mos e jira të guj, mos. Si që shikoni çuna, Andre Onana me Lukaku ka për të bo hat-trickun, Onana ka për të bo veç një asist. Janë 2 lojtarët mo varjesht, që unë sot do përpiqem ti mbroj këta që mos të shiten, po u shiten atere eventi është i plotësum kot. Loja çuna si që thash ishte kundra Manchester City ka gjithë lojtarët e shik me këja, mu me Lukaku. Manchester City ka Haalandin, unë kam Lukakun. Ok, çuna, si që shikoni, ky është ekipi im, si që shikoni ju të gjithë e dini, dhe ky është ekipi i Manchester City që inshallah i zoti lartë në ndihmos se Manchesteri ka për ta kput. E kanë topin ta, e ka topin Kovacic e çon tek Gvardiol, e ka topin Gvardiol, ecën ky djalë, po e merr Leao, bukur Leao, jep një pas të bukur tek Lukaku për golin e parë. Shënon golin e parë çuna, 1-0. E bota golin e parë me Lukaku. Unë mund ta bëj hat-trick me Lukaku, po mua më duhet një asist me Onana. Kështu që prap nuk kam shpëtu. Megjithësi, neve tani do startojmë prap, sepse e bën golin e parë, por na duhen edhe 2 gola të tjera që mos ta shesim Lukaku. Ka topi Mateus që kishte ky emrin, Dybala me Manchester City nëse kam pa kur. Ok, Dybala, jep një pas tek Foden, Van Dijk ishte me kokë, bukur Van Dijk. Kovacic, Skriniar, jep një pas të bukur tek Lukaku te Onana, what the fuck? Mos, isha për pak të e marë. Pedri, e çon tek Onana. Dhe Onana dëmtohet, po nuk ka problem, dhe është fall. Nuk e kuptoj pse mutin e bleva Onana, më mirë ta kisha lënë aty në market. Kot që e bleva. Japi, kujt ja vash pasi, shit, se pash fare që ishte ky. Mos bona gabim. Dhe ishte fall për ata, ky ishte gabimi që bona, nja dhash aty në, what the fuck. Gjithsesi, nuk ka problem. Van Dijku me kok. Oblak. Qa mutin e të bo Oblak? Van Dijku me kok, Lukaku jep një pas për tek Onana, që unë nuk e dja ka për t'i kalu këtë lojtarët e Manchester City. Lukaku, po dil para më vla. Lukaku, po dil më vla para. Që është kësë mus leshi? Dybala. Ok, Verratti, e çon te Silva nuk bën gjë. E ka topin Ederson. Van Dijku me kok. Lukaku. Silva. Onana. Tek Lukaku. Hec. Edhe çik po hec mor burua, sa shanse kemi Lukaku jep një pas gabim. E merr topin Haalandi. Mër Haaland, qa kosh kena pas bashk. Momentet bukra kemi pas Haaland. Momente që disi mua më kam bërë të mendoj që ti më mungon. Janë ca momente që unë nuk e kuptoj pse muti Lukaku në majnë sunë, jo ty. Më shumë e ndi mungesën tënde, Haaland.
dhe thell nuk më plas trapi fare. Okej, jemi akoma në minutat e fundit të pjesës së parë, kështu që Lukaku jep një pas edhe mbaron pjesa e parë çuna. Pjesa e parë ne kemi bë vetëm një gol me Lukaku dhe neve na duhen edhe 2 gola të tjera. Kam frikën se kam për ta shit. Inshallah jo. Okej, e ka topin Onana. Okej, japim tim boost. Araujo, Skriniar, e çon tek Verratti tek Onana, hec Onana, po hecu për një moment kujtova. Kjo Onana po ja ul më shumë shanset Lukakut që të bëja triku, që vari lesht. Lukaku duhet të shitet sot. As Onana, kështu që merr topin shpejt. Onana duhet 2 gola me Lukaku, s'po I bëjmë dot. Fuck, minuta 52. Fuck çuna, jemi dhe kundra Manchester City, normal që jo. Silva. E çon tek Lukaku, Lukaku për golin e dytë, Shënon golin e dytë çuna. 2-0. Goli I dytë me Lukaku, çuna. Më pëlqeu se si e bona goli me Lukakun. Na duhet edhe një gol tjetër me Lukakun dhe një assist I Onanës, që nuk e dia kam për ta bë dot, po hajt më. Kan topin këta, po japin pasat bukur, po koordinohen shumë bukur bashk. E ka topin De Bruyne. Pa ikër De Bruyne. Van Dijku këtu. Një javë ka kaluar, hiku na mendorja. Okej, De Bruyne ka kornën ky djalë, Onana ka për ta ish me kokë. Onana boni mut. Araujo. Okej, Skriniari. E çon tek Lukaku, Lukaku. E çon tek Onana, po amër Onana, s'ka kapi topi shkreti. Një top nuk ka kapur çuna. Prap. Çuna, këtu është the moment of truth. I don't know if we can score. Oh, thash se bën një gol për një moment. Çuna, tu fillon suspanca vërtet. A kam për ta bë hat-triku me Oblakun apo kam për ta shit. Është minuta. Ti desha me ta trapi me mua. Po e marrë to me Lukaku. Hajde Lukaku. Goli 3. Goli 3 të dashur miq. Goli 3. Lukaku shënon hat-trikun çuna. 3-0. Hat-trik me Lukaku çuna. Tani na duhet edhe një assist me Onanën çuna, që unë nuk e dia kam për ta bërë dot assistin me Onanën, por do përpiqem. Golin e bukur që boni Lukaku 3-0. Ne kemi për të parë nëse neve kemi për të bërë assistin me Onanën. E ka topin Onana. Okej, ecën Onana. Jepi pas për të Lukaku. Ua. E huma. Intereson fare kemi për ta bë me Onanën kornen. Onana, këtu është mundësia fundi për të bërë asistin e tit. Rafaeli! Po humbim. Onanën. Mos. Okej. Hakimi. E çon tek Onana. Onana je pasi mos minuta 89. Silva. Okej. Onana. Pasin të Lukaku. E humba. Iku Onana çuna. Mos e mbyll lojën arbitër ki më shirë. Okej, një pjesë mund të gëzohem, nga ana pozitive nuk shita Lukakun, po nga ana negative po shes Onana. Okej çuna, si që shikoni ja ku jemi këtu, edhe Onana fatkeqësisht, edhe pse kjo ishte ndeshja e tij e parë, kjo do të ndeshja e fundit për atë. Shumë gjinaf, neve do ta shesim. Okej çuna, me muzikën dramatike neve do ta shesim Onanën. Jurojmë sa më shumë fat Onanës të dashur miq në ekipin e tij të ardhshëm. Ku është? Neve çuna tani do t'japim release player. Faleminderit Onana që edhe pse bom veç një ndeshje kundra Manchester City, prap shumë memorie patëm bashkë, se ke prek topin një herë. Release. Okej. Dhe çuna Onana ushit. Kjo është një moment shumë I keq për gjithë fansat tonë, sepse nuk duhej që të shitej Onana. Por nuk më plas trapi fare, sepse unë kam Oblakun dhe Onana veç një ndeshje boni që spreku një top, kështu që mua për Onanën nuk më plas trapi fare. Nëse cuna, shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video. Nëse doni sa më shumë blerje në Dream League, atëherë komentoni poshtë dhe unë kam për të lozur më shumë evente që të marr sa më shumë lojtar të rinj për ekipin tim. Nëse cuna, like, subscribe, comment dhe shihemi në video në radhës. O zot më shit Onana, vaj lesht.